Mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në një tjetër video në kanalin tim. Sot e kemi nisur ditën shumë herët, është ora 8. Sepse kemi një takim tek osteopati për djalin, duke qenë se 2 ditë kishte bllokadë në daljen jashtë, pra në nevojat e tij personale. Na sugjeruan që një osteopat mund të bëjë disa masazhe sepse fëmijët gjatë lindjes mund të kenë bllokada të ndryshme, nuk e di, të pjesës së legenit, edhe përveç se osteopat, personi ku do shkojmë është edhe hal praktikues shërimi, që janë me këto masazhet, me mjekësinë kineze, pra me anë të mjekësisë popullore, le ta themi, përveç pjesës së osteopatisë, që është pjesë pra si fizioterapisti. Kështu që Shtefani po bën gati djalin, unë po ha diçka shpejt, ka marrë mysli me fruta, edhe po i ha këto shpejt, edhe do t'ju tregoj çfarë do veshim dhe nisemi. Atëherë, për të qenë sa më rehat, do vesh këto tutat roz, që janë komplet bashkë me këtë bluzën. Kemi shishen me qumësh, kështu që nuk do më duhet që të ushqej djalin, dhe do vesh ose këtë xhupin, që është shumë i ngrohtë, ose do vesh këtë, edhe me atleta. Kështu që për sa i përket çantës, e kam në ngjyrën, edhe po i vesh dhe po ja tregoj. Sa po nisëm, unë ndryshova komplet outfitin. Këtë e mora me vete për ta ngrënë, që s'kisha kohë. Të djalit. Po jam të gojë. Jam veshur kështu. Sepse me atë kompletin roz më dukej pjesa e linesit, duke qenë se akoma në 6 javët e para ka gjakderje dhe sekrecione të mëdha, edhe linesi është pak më i madh se linesi normal, edhe dukeshe komplet tek pantallonat roz. Kështu që prandaj nëse ja veshur kështu shumë që shkojmë se Shtefani është para, edhe do i ngrihen nervat po që se vonohen. Sa po arritëm, kjo këtu është vendi ku do shkojmë. Qyteti ishte shumë i bukur, me shtëpia shumë të bukura. Qytet ose fshat, çfarë do lloj gjëje që është, shumë i bukur. Çantën ne më bërden ditash o danisht? Ne, vi kommer raus. No. Dhe ja ku e kemi këtu tabelen. Kështu quhet. Shkojmë. Duhet në fakt edhe kjo
libreza e djalit, që shënojnë të gjitha vizitat që i bëhen atij. Edhe pse kjo është një vizitë e pavarur, pra osteopatie, prapë do vendosen këtu të gjitha të dhënat. Mbaruam, ora është 11, pra gati 1 orë e gjysmë. Gjithë seanca kushtoi 160 euro dhe u liruan shumë muskuj, shumë blokada që zakonisht bebet i kanë gjatë procesit të lindjes. Ditën e nesërme, djali mund të jetë pak jo i qetë, sepse gjithë ky trajtimi është i lodhshëm për beba, paçka se ne nuk e shikojmë nga jashtë. Dhe nesër mund të jetë pak jo në qef shumë të mirë po mbas një dite do bëhet po ashtu më mirë, shpresojmë. Nuk është nevoja të vim një herë, të dytë apo të tretë, sepse djali nuk çdo gjë kishte në rregull, gjitha blokadat, nuk është se kishte ndonjë asimetri në trup, vetëm pak tek legeni, gjë që e rregulloi. Dhe përfitovi edhe babi gjatë kohës që Kiani kishte uri, unë ushqeva pak dhe në atë kohë Stefani kishte një blokadë në kuriz, edhe i foli nëse mund të linte një takim dhe e tha ta bëj direkt tani, dhe nëse nuk bëhet më mirë atëherë merr një takim edhe hajde tamam që ta shikojmë. Kështu që edhe Stefani e mori trajtimin e tij. Shpresojmë që të dy tani të jenë mirë në ditët në vazhdim, edhe Stefani me kurizin që mos t'i dhembi më, ajo pika e vogël ku i dhimte, po edhe Kiani me dhimbjet e barkut apo me blokadat të tjera që ne nuk i shikojmë nga jashtë. Tani do shkojmë në shtëpi, do ham diçka sepse jam shumë e uritur. Edhe kemi për të bërë pastaj të hapim pakon e shiinit. Kam blerë gjëra shumë të bukura, do t'ja u tregoj kur të shkojmë në shtëpi. Edhe me shpresë të Zoti, kjo ishte vizita e fundit që kishte, e para dhe e fundit që kishte Kiani tek osteopati. Sabina ishte shumë e sjellshme dhe shumë e qetë. Gjithë seanca ishte si një wellness, goxha e lezetshme, me muzikë të qetë, me qirinj. Kështu që shpresojmë të ketë funksionuar dhe të ketë sjell diçka. Rrugës një pamje shumë të bukur të një pjesë të lumit me pemët që tani në vjesht janë ngjyrë e verdh, kafe, jeshile, edhe kthyem dhe njëherë makinën që të shkojmë të marrim ja 2 minuta kohë dhe ta shikojmë atë pamjen, se ishte vërtet shumë e bukur. Pastaj do shkojmë të blejmë, do marrim sanduiça sot për të ngrënë, na vajti mendja dhe është një vend tek në Trier, Subway. Nuk e dini se kanë në Shqipëri, për ju që jetoni besoj në Europë e dini, që i bën sanduiçat po sa bukur, ja po ja u tregoj tani. Se më çfarë është kjo? Ist das eine Wasser? Das ist ein Stausee, mein Schatz. Energie zu produzieren? Energie bzw. Wasser zu regulieren. Okay. Schön, shumë e bukur, ja do t'ja u tregoj. Shikoni sa bukur. Dhe atje do shkojmë të ajo ura. Po gjithë natyra këtu që ka shumë bukur. Më pëlqen shumë. Ne jetojmë në një vend shumë të bukur, vërtet. Kush thot që Gjermania nuk është e bukur, ja ka fut kot. Shikoni, sa lezetshëm. Ha? O, sa bukur. Wow. Atje do shkojmë të ura, se ishte një pamje fantastike. Sa bukur.
Ah, sa bukur, shikoni njerëz. Wow. Edhe kjo është pamja që po flisnim, po pamja ndej bashkë me pamjen këtu, baby, edhe burrin tim të bukur. E bërëm xhiron, tani le të ikim. Shumë lezetshëm këtu. Nuk e di si quhet, nuk e di a do ta gjej locationin, por ja vlen të bëj një stops. E po unë e kam nga ty, zemër. Ti ke bërë një video shumë të bukur. Një pauzë e vogël këtu tek Subway. Stefani ka shkuar të porosisë dhe të marrë diçka, unë po ri me djalin këtu dhe po grindet sepse ka shumë orë që kur jemi nisur që nuk ka pirë tamam. Edhe inshallah nuk vonohet Stefani, sepse do filloj, do bërtasi tani. Kam një shishe të vogël me vete, po dua që t'i jap nga gjiri, nuk dua t'i jap atë të shishes. Sepse jemi dhe shumë afër shtëpisë. Për 10 minuta jemi atje, që të doja ta veja në gjë që edhe mua të më lironte, po te ai pastaj të flinte mirë. O, Stefan. Edhe nuk dua të filloj këtu se pastaj duhet ja ndërpres kur të ecim. Nuk është se mund ta marr në gjok kur jemi me makinë, se nuk është e sigurt, si dihet ç'a ndodh rrugës. Plus që nuk është e lejuar. Kështu. O zot durim, Kian dhe pak mami, dhe pak. Ja dolëm. Tani jemi po ngjitemi për në shtëpi. Kiani nuk qau. Dhe ja ku kemi sanduiçat. Klerka dhe unë gjitem gjithmonë shumë avash. Duke qenë që dua mos të lëmboj plagën, mos të lodh veten, dhe Stefani dhe Kiani gjiten të parët. Të shikojmë se çfarë do bëjmë pas dite. Ora 12:20, gjëja e parë është të t'japim ushqim djalit. Do ham diçka për vete. Dhe pastaj do shikoj nëse do flej Kiani, do ju tregoj hallin që kam nga Shein, sepse kam bler disa gjëra shumë të bukura, masa small. Guximtare, po inshallah më bëjnë. Vash si plak në qita. Do ju updatoj për pjesën e 2 të ditës, pjesa e parë iku. Shpëtuam. Si që thash, erdha në shtëpi, kemi ardhur në orën 1 në shtëpi, hangrëm sanduiçin dhe deri tani që është ora 4 jemi marrë thjesht me të voglin. Ishte shumë e vërtetë ta vija në gjumë sot, sepse kur dalim jashtë që shikon shumë njerëz, shikon shumë vende, është duke i proponuar tëra këto gjëra që ka në trurin e tij të vogël, e cili është tani si ngjyrësh bosh, dhe proponon të gjitha gjërat që shikojnë gjatë ditës dhe është gjithmonë shumë e vështirë ta sjellësh në gjumë në momentin e parë kur kemi dalë dhe kemi parë gjithë këto gjëra që për atë janë akoma të reja. Po siç ju thash, ka ardhur një pak ushqimi. Nuk është një bashkëpunim, pra nuk kam asnjë kod, janë të gjitha produktet që kam bler vetë. Dhe mendova t'ju tregoja sepse kam bler shumë gjëra të lezetshme, mendoj unë, për festinën e vjeshtës. Edhe i kam marrë të gjitha masa small, kështu që shpresoj që mos e kemi vepruar, mirë po besoj që jemi shumë afër prap peshës
peshës ideal, besoj peshës jam njësoj siç kam qenë në fillim, por tërheqjes së barkut edhe ardhjes në formë 100%. Gjithsesi, ta. Stefan ndërkohë do shkojnë në një masazhatore, në një klinik masazhi tajlandez, sepse ka dhimbje të korizit në një pikë siç jo kam treguar. Dhe për një orë vjen edhe Sara me Charlin, do gatuaj me Sara këtu, Sara do gatuaj për ne, se më mbajnë shumë mirë tani pas lindjes. Të gjithë interesohen për mua dhe për bebi, do është shumë cute, më sjellin ushqim, gatuajnë për mua, gatuajnë për ne. Kështu që jam në një gjendje shumë të mirë. Fal gjithë shokëve, familjes që nuk janë familje nga gjaku, që ne kemi krijuar këtu, po familje tamam shpirtërore. Kështu. Ja ku janë gjërat që kam blerë. Një, dy, ndova që kisha më shumë 6, po këtu që në kam vetëm 5 qese. Në base vjen një qese më vonë. Gjithsesi, le t'i hapim këto. Produkti parë është ky fundi këtu. Shikoni, kam një fund të tillë me pala të bardha dhe është shumë i bukur si për në verë, si për në dimër. Në dimër, një fund si ky e vishni shumë bukur për shembull me një triko, edhe të gjatë sipër dhe duken vetëm palat këtu poshtë. Dhe siç e shikoni ka pala sipër dhe prap pala këtu poshtë. Të shtuara dhe fustani, fundi duket shumë fletërli. Të paktën mua fundi i bardhë më pëlqen shumë dhe prandaj mora dhe të ziun. Fundin e bardhë në fakt e kisha marrë në Temu. Edhe unë mendoj që për rrobat Shein është shumë herë më e mirë se sa Temu, kurse për gjërat e shtëpisë, edhe për këpucët dhe për çantat është Temu më i mirë. Gjithsesi le ta provoj e ta shikoj se si më ri, po që do më bëj në trup, jam 100% e sigurt. E produkti i dytë, përfitojmë që po flet djali, të bëjmë videot. Njerëzit tanë fli kur flet djali, kurse unë kur flet djali përfitoj që të bëj edhe punën këtu. Kjo trikoja këtu, shikoni sa e bukur që është. Dhe ja vendosë edhe këtu diku. Nuk e di fikse, nuk e kam foton para, nëse duket si në foto, por mu duk shumë herë më e vogël në foto. Gjithsesi është një oversize, edhe besoj që me fundin e zi, do shkojnë shumë bukur bashk, do bësh edhe një palçizmë, dhe do t'ja u tregoj tërë outfitin. Mendoj që cardigans, apo këto trikot, janë shumë në modë, kanë qenë dhe vitin e kaluar, po këto vit do jenë prap në modë, sidomos këto që kanë kopsa këtu para. Kështu që unë besoj do e zbërthej kopsën dhe një anë do e fus në fund, një anë jo. Do t'a shikoj se do t'a vesh edhe do t'ja tregoj. Po i vesh bashk. Kjo është veshja e parë. Ta u qik telefonin se duket më shumë tavani se sa unë. Në qëndron, më duhet e një stativ. Shikoni? Ja. Kështu e kisha menduar edhe unë. Trikon mund t'a fusni komplet brenda, mund t'a leni komplet jashtë, si të doni juve, si ju pëlqen pra cili është stili juaj më shumë i veshjes. Mua më pëlqen edhe me xhinse që mund t'a veshish, po edhe kështu, duket shumë cute dhe shumë stil. Si mendoni? Më lini komentin tuaj poshtë, fundi është shumë i mirë, trikoja po ashtu nuk është material shumë i butë, mbase duket i butë aty, është një çik kështu si pak i ashpër, por jo aq i ashpër sa mos ta vishni dot direkt, ja unë kam veshur direkt, pra nuk është se kam diçka poshtë, edhe nuk ha. Kështu që këtyre dy produkteve do t'ju jap patjetër 10 nga 10. Çfarë pike do jepni ju? Shkojmë te produktet e tjera. Produkti tjetër që ndren prap tek e zeza. Materiali, që m'ka dhe i hapur, shikoj. Okej. Jo, nuk është fare ajo që kam porositur. Këtë duhet ta kthejmë. Është një fund, si që shikoni, që vjen me pala poshtë, nuk e di nëse. Unë kam një si ky fix, po e kam që vjen i ngushtë të poshtë, edhe me këtë prerjen këtu me gol, edhe me këtë prerjen që vjen kështu. Mirë po materiali i fustanit tjetër është shumë elastik dhe shumë herë më i mirë, kurse ky këtu është si pësh. Gjithsesi, t'ja japim një mundësi ta provojmë në trup, se mbase ri bukur. Kështu që
Po e provoj dhe po ja u tregoj. Ky është fustani. Materiali nuk është I mirë, por fustani duket lezetshëm. Shikoni, e kam veshur me një palë gjysmë çizme, edhe ngjarë shumë bukur, më pëlqejnë shumë pala. Është pak I gjerë këtu tek gjoksi, por për në punë besoj që është shumë mirë, edhe do t'i jap 8 nga 10. Produkti tjetër është një fund jeans si me pala. Kam pasur një të tillë, e kam blerë kur kam qenë në Shqipëri 22-23 vjeç në këto butiqet kosovare që ishin nga 5 euro, ishin shumë të famshme atëherë dhe kam veshur aq shumë sa se keni idenë. Kështu që tani që e kam marrë smollë, nuk e di nëse do më bëj tani, por unë do ta mbaj gjithsesi duke shpresuar që do më bëj më vonë. Dhe është kështu si formë kove, shumë e bukur me palka, që duhet të rri lezetshëm në trup. Tani vërtet nuk e di a do më bëj, prandaj do ta provoj, po me këtë, me një palë çizma të zeza, pak të gjata, me një bluzë të zezë ose golf të thjeshtësi, edhe me një blazer që është pak a shumë sa fundi vet, mendoj që do bëhet një outfit shumë I bukur. Kështu që po e provoj, inshallah më bën. Nëse nuk më bën do ta imagjinoj. Dhe kjo këtu do ishte ideja e veshjes së dytë, fundi më bëri masa small. Kështu. Mbase fundi xhaketa ishte vetëm pak më e gjatë sa ta mbyllonte ose mund ta ngrini fundin edhe pak, që xhaketa dhe fundi pak a shumë të jenë në të njëjtën lartësi. Si ju duket? Atëherë më fundi më duket shumë e bukur, mund ta veshësh me çdo lloj gjë dhe gjatësia është shumë e përshtatshme edhe për në punë, edhe për të dalë. E vishni me diçka më të thjeshtë, jeni më të thjeshtë dhe sportive, me diçka më klasike, mbase me taka, jeni edhe më klasike. Kështu, I jap dhe fundit 10 nga 10, shumë e bukur, shumë I mirë edhe më bën. Kështu që, pse jo? Produktet që kam për sot, se do më mirë dhe 4 të tjera, kështu që do bëj një tjetër haul në një pjesë tjetër, kur do që të më vinë. Është një tip gjakete, që për mendimin tim është super virale, edhe në foto duket shumë bukur. E kam marrë extra small këtë, duke qenë se është oversized. Shikoni, nuk e di tani nëse do ja vendos foton aty se si duket. Edhe kam çizma kafun, kam ato që janë kështu si tip cowboy, besoj që do shkoj. E kjo është për më pëlqen shumë me këto thyrjen këtu, mëngët I ka të gjëra, dhe kjo është si tip lëkure, duke do me thënë si tegel, kemi edhe ripin këtu. E do ta shikoj në foto si e ka është, por besoj që vishet thjesht edhe pastaj shtrëngohet me këtë ripin për t'i dhënë formën e pelit. Kështu që po e provoj dhe këtë, po mendoj ta provoj me çizmat, edhe ta shikojmë. Se di dhe sa kohë do kem derisa zgjohet djali, kështu që shpresoj mos të zgjohet që ta provoj deri në fund, por ndryshe nuk do e provoj. Ose do provoj nesër dhe do shikoni një UNG tjetër, jo këtë sot, mbase me një veshje tjetër. Kjo këtu do ishte pastaj gjaketa. Si shikoni, nuk e di. Jam shumë në mërdyrshje. Është goxha moderne, mirë, po nuk e di nëse është pranuar. Ka veshur ato gjysmë çizma kafe, edhe nga lezetshëm. Në përgjithësi e gjithë veshjen, por veç nuk e di. Ndryshova vendin e xhirimit tani se na erdhi Sara dhe Charlie, kuzhinierët. Po ja u tregoj se çfarë do gatuajnë. Edhe kjo ishte copa e fundit. Do ta mbani apo do ta kthejmë? Ishte diku te 20 e pak euro, kështu që nuk ishte gjëja më e lirë e mundshme. Nuk e di. Më shkruani në koment. Çfarë po na gatuan? Kemi sallatë. Çfarë na ka gatuar Sara është risotto me perime dhe me qumësht pana dhe me pul. Dhe shikoni çfarë. Po me çfarë është? Me çfarë është kjo? Zana. Zana e? Okej, nuk ka. Na falni. Na fal kuzhinjere. Dhe më me çfarë ke bërë? Ja tregojnë çik. Karota, po shikoj. Karota, kërpuza, pule, speca dhe orizë dhe shtonuj pa nga pak, dhe rrëdha vëllon. Okej. Dërsa trashet, po çika. Dhe I ka hedhur edhe këtë. Pak limoni o dhonë, se mund të bëhet edhe me...
me vera, po me të varë. Ah, okay. Edhe që limon për atë pjesën e... E thartë të tjerës. Edhe i ka hedhur edhe këtë nga kjo pula koncentrati, po. Kurse, për sa i përket sallatës, kemi speca, avokado, misër, fasule të kuqe, qep, e kaq. Po, pak domatë, po salca me çfarë ke bërë? Koriandër, limon, vaj, edhe këtë. Okej, të duket shumë e shëndetshme, fiks për mua, edhe qep, po. Überraschend gut. Ja, nicht wahr? Tani na bëf të mirë, çuni po fle. Also nicht unbedingt der beste Film, den ich je gesehen habe, aber... Ich bin so ein bisschen in den Film Djali po fle, unë kam kapur flokët shumë keq, se kaq kohë kisha, e do përpiqem ta vendos në krevat, nuk e di sa do funksionoj, se kam futur te kjo bluzka këtu e lidhjes, dhe me thënë si tip shalli, po është e përfunduar edhe mund ta vesh për 2-3 sekonda, çunin brenda, edhe e pëlqen shumë, dhe ndërkohë ulla te ky topi, edhe fillova. Zori gjumi shumë mirë. Tani të shoh ato ta fus dot në krevat. Do e provoj.